Në ajër ka një dendësi të veçantë gjatë ditëve të fundit, një rëndesë që nuk i përket as motit e as rrethanave të jashtme, por një atmosfere emocionale që është ngulitur në realitetin tënë. Ka shumë gjasa që ke ndjerë një shqetësim të papritur, një lloj alarmi të brendshëm që ndizet pa asnjë arsye të dukshme në mes të rutinës së përditshme. Mendja logjike, ajo që gjithmonë kërkon shpjegime të prekshme dhe dëshmi konkrete, përpiqet ta minimizojë këtë ndjesi duke thënë se gjithçka mbetet njësoj, se asgjë nuk ka ndryshuar në mënyrë të dukshme dhe se nuk ka arsye për t'u shqetësuar. Por thellë brenda teje, në atë vend ku banon intuita më e thellë, dihet me siguri se diçka thelbësore është lëvizur në strukturën e padukshme të kësaj lidhjeje. Nuk është produkt i imagjinatës apo i frikës. Është aftësia e lindur për të perceptuar dridhjet e atij që ndan një lidhje të thellë me ty. Kur dy shpirtra janë të ndërthurur nga fati, heshtja fizike nuk e anulon komunikimin energjetik, dhe ajo që perceptohet tani është jehona e një vendimi të marrë në largësi. Ky mesazh nuk hyn rastësisht në jetën tënde, por përmes rezonancës. Universi nuk gabon në llogaritje dhe nuk dërgon sinjale tek dikush që nuk është gati t'i deshifrojë ato. Nëse këto fjalë po të prekin pikërisht tani, është sepse ka një përputhje të saktë midis gjendjes tënde të brendshme dhe së vërtetës që është gati të zbulohet. Ka cikle që duhet të mbyllen që të hapen të tjerë, dhe ky shqetësim që nuk të lë të qetë, kjo zgjim i papritur në orët e para të mëngjesit apo ndjesia e boshllëkut në kraharor, janë konfirmime se status quo-ja është thyrë. Dikush në anën tjetër të këtij filli të padukshëm ka arritur një pikë kthese. Nuk është një tek momentale apo një ndryshim sipërfaqësor humori. Është një thyrje e brendshme që është zhvilluar ngadalë, pik pas pike, derisa gota në fund është mbushur plot dhe është derdhur. Është e rëndësishme të kuptosh se ajo që po ndodh nuk është sulm personal apo akt i vetëdijshëm mungese dashurie, edhe pse vetmia që sjell mund të ndihet kështu. Ajo që ka ndodhur është se kjo person ka arritur kufirin e rezistencës njerëzore dhe shpirtërore. Shpesh na mësohet të vlerësojmë durimin, të qëndrojmë, të luftojmë, por rrallë flitet për koston që ka mbajtja e një situate që nuk përputhet më me të vërtetën e qenies. Kjo person ka mbajtur një peshë të padukshme, një grumbullim fjalësh të pathëna, pritjesh të paplotësuara dhe mbi të gjitha një largim gradual nga vetë esenca e saj. Lodhja për të cilën bëhet fjalë nuk është ajo që shërohet me një fundjavë gjumi apo pushime. Është lodhje e shpirtit, një raskapitje ekzistenciale që lind kur përpiqesh të detyrosh një realitet që nuk të përket më, ose kur ke dhënë më shumë energji nga sa kishe në dispozicion. Për shumë kohë gjithçka mund të ketë dukur normale në sipërfaqe. Ndërveprimet vazhdonin, rutinat mbeteshin dhe buzëqeshjet, edhe nëse të zbehta, shfaqeshin ende. Por nën këtë stres normaliteti zhvilloi një luftë e heshtur, një konflikt midis dëshirës për të mbajtur lidhjen dhe nevojës urgjente për të mbijetuar emocionalisht. Vendimi për t'u larguar, për të heshtur apo për t'u tërhequr nuk është marrëdhje apo soll. Ka qenë një përfundim i arritur pas shumë netësh pa gjumë, pas shumë debatesh të brendshme midis zemrës dhe mendjes. Ka qenë një vendim i heshtur, i marrë në vetminë e vetdijes, për të mbrojtur atë pak që kishte mbetur nga integriteti energjetik. Intuita që ndjen është sistemi i alarmit që e njeh këtë tërheqje. Edhe pse nuk ka pasur një bisedë përfundimtare apo shpjegim të detajuar, energjia nuk gënjen. Mungesa ndihet para se largimi fizik të bëhet konkret. Ndihet plotësisht. Ndryshimi në vështrim, ftohtësia në fjalë apo vonesa në përgjigje. Nuk është indiferencë, është vetruajtje. Kjo person është tërhequr brenda vetes sepse bota e jashtme dhe kërkesat e kësaj lidhjeje në formën e saj aktuale janë bërë të papërballueshme. Është thelbësore të vërtetosh atë që ndjen. Nuk po shpik asgjë. Ky akt është konfirmim se lidhja është reale. Aq reale sa sistemi yt emocional i regjistron lëvizjet e tjetrit sikur të ishin të tuat. Universi në urtësinë e tij lejon që këto pauza të ndodhin, jo për të ndëshkuar, por për të riorganizuar.
Ndonjëherë dashuria nuk mjafton nëse struktura mbi të cilën qëndron është e paekuilibruar. Kjo person nuk është larguar sepse dashuria ka humbur patjetër, por sepse dinamika, ashtu si ishte, i ka konsumuar rezervat e saj jetësore. Është si të përpiqesh të vraposh një maraton me një plagë të hapur. Vjen një moment kur trupi ndalon, jo sepse nuk do të arrijë qëllimin, por sepse duhet të shërohet për të vazhduar. Vendimi i marrë është në thelb një thirrje ndihme e shpirtit që kërkon hapësirë për të marrë frymë, për t'u gjetur sërish dhe për të vlerësuar nëse është e mundur të vazhdohet pa u humbur vetja. Paqartësia është e dhimbshme dhe heshtja mund të jetë zhurma më shurdhuese që ekziston. Por ka një të vërtetë të fshehur në këtë skenar që duhet zbuluar për të gjetur pak qetësi. Nuk bëhet fjalë për një fund të prerë në gur, por për një pasojë të pashmangshme energjetike. Jeta kërkon transformim. Intuita të ka sjell këtu për të konfirmuar se po, diçka ka ndryshuar, diçka është thyer, por jo për të lënë në dëshpërim, por për të ofruar një perspektivë më të lartë mbi faktet. Kjo person nuk ka mundur më dhe tërheqja e saj është simptom e diçkaje shumë më të thellë se sa thjesht mungesë interesi. Është rezultat i një aktrimi raskapitës, i mbajtjes së një figure që nuk mund të merrte më frymë. Por për të kuptuar pse ky largim ka qenë i pashmangshëm dhe i domosdoshëm pikërisht tani, duhet të shikosh në një vend ku drita e vetdijes zakonisht nuk arrin, në thellësitë e psikes dhe maskat që vëm për t'u dashur. Nëse je gati ta integrosh këtë mësim në jetën tënde, shkruaj në komente, i besoj transformimin. Për të kuptuar për masën e asaj që po ndodh, duhet të merremi me një nga konceptet më zbuluese të psikologjisë së thellë. Një ide të cilën Carl Jung e ka eksploruar gjerësisht dhe që shpjegon me saktësi kirurgjikale sjelljen e kësaj personi. Në këtë moment, të gjithë njerëzit pa përjashtim ndërtojnë një ndërfaqe për të ndërvepruar me botën, një lloj maske sociale e krijuar për të bërë një përshtypje të mirë, për t'u pranuar, për të përmbushur pritshmëritë e të tjerëve dhe për të mbrojtur veten nga refuzimi. Kjo strukturë quhet persona, një term që vjen nga maskat që aktorët në antikitet mbanin për të forcuar zërin dhe për të përcaktuar rolin e tyre në shfaqje. Kjo personi i veçantë, për të cilin të pyet zemra jote, ka mbajtur një maskë shumë të rëndë për shumë gjatë, dhe pesha e kësaj aktrimi ka shkaktuar më në fund një shembje. Përfytyro për një moment përpjekjen titanike që kërkohet për të mbajtur një imazh force, kur nga brenda ndihen brishtësi. Përfytyro konsumimin e të qenit gjithmonë i gatshëm, gjithmonë i sjellshëm ose ndoshta gjithmonë i ftohtë dhe nën kontroll, kur në të vërtetë brenda ka emocione të papërpunuara. Kjo person ka ndërtuar një person, një maskë, për t'u lidhur me ty dhe botën. Ndoshta ishte maska e atij që i përballon të gjitha, ose e atij që nuk ka nevojë për askënd, ose e atij që gjithmonë kënaq të tjerët. Në fillim maska funksiononte, ishte e dobishme, i lejonte marrëdhënies të rrifte dhe i jepte një ndjenjë të re me sigurie. Por maskat janë të ngurta, nuk rriten, nuk marrin frymë, dhe me kohën fillojnë të mbytin atë që i mban. Raskapitja për të cilën flasim, ajo nuk e duroj dot më, është rezultati i drejtpërdrejt i fërkimit midis asaj që kjo person është në të vërtetë dhe asaj që ka pretenduar të jetë. Nuk bëhet fjalë për një gënjeshtër të qëllimshme apo mashtrim të llogaritur. Shpesh maska merret në mënyrë të pandërgjegjshme si një mekanizëm mbrojtës i mësuar në fëmijëri ose nga marrëdhënie të kaluara. Mësohet se duhet të sillesh në një mënyrë të caktuar për të marrë dashuri, se duhet të fshehesh pjesët e errëta ose të cenueshme dhe fillon të luash një rol. Por në një lidhje me thellësi të tillë, e vërteta gjithmonë kërkon të dalë në sipërfaqe. Energjia e nevojshme për ta mbajtur maskën në vend është e jashtëzakonshme dhe vjen një ditë kur rezervat shterojnë. Ajo që ke parë kohët e fundit, ky ndryshim i papritur, kjo ftohtësi apo largim, është momenti i saktë kur maska është shyrë. Personi nuk ka më energji jetësore për ta mbajtur figurën. Nuk mund të shtiret më sikur gjithçka është në rregull, sikur nuk i intereson, ose sikur mund të përballojë gjithçka. Sistemi psikik ka thënë, mjaft,
Vendimi për t'u larguar është në të vërtetë një përpjekje e dëshpëruar për të marrë frymë përsëri. Duke u tërhequr nga prania jote, kjo person nuk po ikën prej teje si qenie njerëzore, por po ikën prej pasqyrës që ti përfaqëson. Ti, me dashurinë dhe praninë tënde, fton në intimitet të vërtetë. Dhe intimiteti i vërtetë kërkon heqjen e maskës. Nëse kjo person ka ndjerë se pa maskën e saj nuk është e denjë për dashuri, ose ka frikë të tregojë cenueshmërinë e saj të vërtetë, opsioni i vetëm që gjen mendja e frikësuar është arratisja. Është thelbësore të kuptohet se ky proces është një krizë identiteti. Kjo person është aq shumë shkrirë me maskën e saj, sa ka harruar kush është poshtë saj. Kur ndjen se figura po shpërbëhet, ajo përjeton një panik të thellë, një ndjenjë dezintegrimi. Prandaj vendimi duket kaq radikal dhe ndonjëherë i pamëshirshëm. Nuk ka hapësirë për shpjegime të buta. Kur ndihet se struktura e brendshme po shembet, prioriteti bëhet mbijetesa e egos. Ato tërhiqen në heshtje për të provuar të rindërtojnë maskën ose, në rastin më të mirë, për të zbuluar kush janë patë. Kjo raskapitje shpjegon edhe pse mund të ketë pasur premtime që nuk u mbajtën, ose qëllime që kur nuk u materializuan. Nuk ishte mungesë dëshire, ishte mungesë kapaciteti energjetik. Maska premtoi gjëra që vetvetja e vërtet nuk ishte gati t'i përmbushte. Maska tha, do jem gjithmonë këtu, por vetja e brendshme ishte e raskapitur dhe i duhej vetmi. Maska tha, do të jap gjithçka që të duhet, por vetja e brendshme ishte bosh dhe duhej të mbushej më parë. Kur persona bie, të gjitha këto premtime mbeten pezull dhe krijojnë konfuzion e dhimbje tek ai që pret. Por kjo shembje tani është më e mirë se sa vazhdimi i një farse, e cila në planin afatgjat do të kishte qenë shumë më e dëmshme. Një marrëdhënie e ndërtuar mbi ndërveprimin e dy maskave nuk mund të arrijë kurrë plotësim shpirtëror. Është e nevojshme që maskat të bien, që shpirtrat të mund të preken. Prandaj vendimi për të ikur ose krijuar distancë është një mekanizëm mbrojtës kundër presionit të padurueshëm për të qenë dikush që nuk je. Është një akt brutal ndershmërie, edhe pse i dhimbshëm. Kjo person, me mungesën e saj, po thotë se nuk mund të luajë më rolin e shkruar. Duhet të zbresë nga skena, të fikë dritat dhe të qëndrojë në errësirë për të parë nëse ka ende diçka të vërtet brenda saj. Është një moment cenueshmërie ekstreme, i maskuar si ftohtësi. Shpesh e interpretojmë heshtjen si arrogancë apo mungesë interesi, kur në të vërtetë, nga perspektiva jungiane, mund të jetë strehimi i një psikeje që ndihet e ekspozuar dhe e brish. Dhimbja që ndjen është reale dhe ndjesia e refuzimit është therrse. Por nëse mund të shohësh përtej sjellje sipërfaqësore, do të shohësh një qenie njerëzore që ka frikë nga papërsosmëria e saj, dikë që më mirë largohet se sa të zhgënjejë, ose dikë që dëshpërimisht ka nevojë të gjejë veten para se të ofrojë diçka autentike për të tjerët. Maska ka rënë për tokë dhe është thyrë. Përpjekja për ta ngjitur sërish nuk do të sjellë dobi. Ajo që ka vdekur është forma e rreme në të cilën lidhej marrëdhënia juaj, jo domosdoshmërisht mundësia e dashurisë. Por ky kolaps i brendshëm nuk ndodh në një vakum, as nuk është një ngjarje e izoluar. Ka një arsye të fshehur, një shkak rrënjor pse ky tërheqje të prek kaq shumë dhe pse kjo person ka ikur pikërisht nga energjia jote, dhe kjo lidhet me një kontratë të padukshme që keni nënshkruar pa dijenin tuaj. Dhe me frikën nga një drik që paradoksalisht ishte shumë e fortë për t'u mbajtur. Kur maska sociale bie, zbulohet një dinamik edhe më komplekse dhe më magjepse që vepron në qendër të kësaj lidhjeje. Për të kuptuar pse kjo person është larguar pikërisht nga kjo lidhje dhe jo nga të tjera, më sipërfaqësore, duhet të eksplorojmë atë që në psikologjinë e thellë njihet si projekcion. Shpesh besojmë se dashurohemi për shkak të cilësive të jashtme të dikujt, por e vërteta është shumë më misterioze. Në nivelet më të thella të psikes, tërhiqemi në mënyrë magnetike nga ata njerëz që mbajnë fragmente të shpirtit ton, që i kemi harruar ose i kemi shtypur. Kjo person ka parë tek ti diçka që i përket asaj, por që nuk guxon ta pranojë si të sajën.
Ajo ka parë në esencën tënde një liri, një aftësi për të dashur ose një shkëlqim që hija e saj e ka mbajtur të fshehur. Ti u bëre një pasqyrë e gjallë e potencialit të saj të papërjetuar. Dhe kjo, megjithse krijon një tërheqje të pakontrollueshme, zgjon edhe një frikë të thellë. Këtu hyn në lojë një koncept thelbësor për paqen tënde të brendshme, frika e shenjtë. Normalisht, kur dikush largohet, mendja njerëzore priret ta interpretojë si mungesë interesi ose mungesë afeksioni. Narrativa e brendshme zakonisht është destruktive dhe sugjeron se nëse kjo person është larguar, do të thotë se nuk ka gjetur mjaft vlerë në atë që i është ofruar. Megjithatë, realiteti energjetik është diametralisht i kundërt. Ekziston një lloj frike që nuk lind nga rreziku apo negativiteti, por nga madhështoria. Është marramendja që ndjehet buz një shkëmbi të bukur, por të pakufishëm. Kjo person nuk është larguar nga mungesa e dashurisë, por nga tepria e realitetit. Lidhja që është formuar mes jush ka krijuar një tension emocional aq të lartë, sa që sistemi i saj nervor, i mësuar ndoshta me marrëdhënie të vakta ose transaksionale, nuk ka mundur ta përpunojë. Për fytyrodik që ka jetuar për një kohë të gjatë në një dhomë të errët, nëse papritur ekspozohet ndaj dritës së fortë të diellit, reagimi i tij instinktiv nuk do të jetë menjëherë mirënjohja, por dhimbja në sy dhe nevoja urgjente për t'u kthyer në errësirë për t'u mbrojtur. Ti ishe ajo diell. Prania jote, përkushtimi yt dhe e vërteta që ti rrezaton, vepruan si një dritë zbuluese që nuk ndriçoi vetëm të bukurën, por edhe çarjet, pasiguritë dhe plagët e pashëruara të kësaj personi. Të jesh me ty për këtë person nuk do të thoshte vetëm të shihte ty, por edhe veten me një qartësi të frikshme. Ajo pa gjithçka që i duhej ende të përballonte. Pacenueshmërinë e vet të ekspozuar dhe ndjeu se mbrojtjet që kishte ndërtuar për vite të tëra po shkrieshin para ngrohtësisë sate. Për egon, e cila kërkon kontroll dhe siguri, kjo është një kërcënim vdekjeprurës. Prandaj arratisja nuk ishte një akt refuzimi ndaj qenies tënde, por një mekanizëm mbrojtës kundër të ngopjes me dritë. U arrit një pikë intensiteti në të cilën e vetmja mënyrë për të rigjetur ekuilibrin e brendshëm dhe ndjenjen e rreme të kontrollit ishte krijimi i distancës fizike. Është ajo që mund ta quajmë një çrregullim tretës energjetik. U pranua më shumë dashuri dhe më shumë e vërtet nga sa mund të mbante ena emocionale e kësaj personi në atë moment. Me tërheqjen e saj, ajo nuk kërkon domosdoshmërisht t'i jap fund dashurisë, por të kthehet në një zonë komoditeti, ku jeta është e parashikueshme, e menaxhueshme dhe ku nuk ndjehet kërkesa e nënkuptuar për të evoluar me hapa gjigande. Sepse një lidhje e kësaj natyre gjithmonë shtyn drejt evolucionit dhe jo të gjithë janë gati t'i vdesin vetes së vjetër që të rilindin, të paktën jo pa luftuar një betejë rezistence. Ky fenomen shpjegon paradoksin sepse kjo person shpesh mund të mbajë pa problem marrëdhënie sipërfaqësore me të tjerët, por ikën nga lidhja e thellë me ty. Me të tjerët nuk ka pasqyrë. Me të tjerët mund ta mbajë maskën të paprekur dhe të funksionojë me autopilot, por me ty maska bie dhe e vërteta del në sipërfaqe. Të ikur nga ti është në fund të fundit një përpjekje e dështuar për të ikur nga vetdia e saj. Është përpjekja për të heshtur atë zë të brendshëm që u zgjua me ardhjen tënde. Tragjedia e përkohshme e kësaj situate është se kjo person beson se duke hequr praninë tënde fizike, do të heqë edhe shqetësimin e rritjes, por shumë shpejt do të zbulojë se, sapo vetdia zgjerohet, nuk mund të kthehet më në madhësinë e saj të mëparshme. Është thelbësore të riformulohet interpretimi i dhimbjes që ndjen. Nuk është se ti nuk ishe mjaft, por se ishe tepër. I kishe tepër realitet për dikë që jeton në trillimin e frikërave të saj. I kishe tepër guxim për dikë që ende nuk ka mësuar të mbajë vështrimin e shpirtit të vet. Ta kuptosh këtë nuk e zhduk trishtimin e mungesës, por heq fajin dhe ndjesinë e pavlerësisë. Nuk ka asgjë të gabuar me energjinë tënde. Thjesht ke vibrar në një frekuencë që e detyroi palën tjetër të përballet me kufit e vet. Dhe përballë kësaj konfrontimi, instinkti primar ishte shmangia. Frika e shenjtë paralizon, sepse na përball me mundësinë e lumturisë së vërtetë.
Dhe për shumë njerëz, lumturia e vërtet është frikësuese, sepse nënkupton humbjen e kontrollit dhe dorëzimin e plotë. Kjo person ndjeu se duke qenë në këtë lidhje, po humbiste kufijtë e identitetit të saj. Ndjeu se po shkrihej në diçka më të madhe dhe egoja luftoi për të rimarrë territorin. Vendimi për të ikur ishte një fitore pirike e frikës mbi dashurinë, një betejë e fituar nga pasiguria e momentit, por dashuria e vërtet është e qëndrueshme dhe nuk mposhtet kaq lehtë nga barrierat e frikës. Edhe pse trupi fizik i kësaj personi është larguar, gjurma energjetike që ti ke lënë në sistemin e saj është e pashlyeshme. Ti ke vepruar si një katalizator, një substancë që përshpejton një reakcion kimik që tani është i pakthyeshëm. Duke parë situatën nga kjo perspektivë, mund të lindë dhe mshuri në vend të mlefit. Nuk mund ta shohësh këtë person si një xhelat që gëzon duke shkaktuar dhimbje, por si një qenie njerëzore të mbingarkuar nga madhështia e një takimi të shenjtë. Dikë që gjendet në mes të një stuje shpirtërore dhe ka kërkuar strehë në shpellën e izolimit. Projekcioni që kjo person ka bërë mbi ty, ndoshta duke të parë si të paarritshëm ose tepër kërkues, nuk është tjetër veç se pasqyrimi i kërkesës së saj të brendshme dhe ndjenjes së mosqenies së denjë për dhuratën që jeta i ka vendosur përpara. Këtu, megjithatë, lind një kthes e papritur në rrjedhën e ngjarjeve. Universi ka ligje precize dhe energjia nuk mund të shkatërrohet, vetëm të transformohet. Duke u përpjekur të ndërpres lidhjen në planin fizik përmes distancës dhe heshtjes, kjo person pa dashje ka bërë që lidhja të kërkojë mënyra të tjera për t'u manifestuar. Kur dera e komunikimit verbal mbyllet dhe rrugët e ndërveprimit të përditshëm bllokohen, energjia e lidhjes, e gjallë dhe pulsuese, detyrohet të sublimezohet dhe të gjejë rrugë alternative. Dhe këtu historia ndalon së qeni thjesht psikologjike dhe hyn në territorin mistik. Kur trupi fizik ikën nga frika, shpirti fillon të bërtas për të kompensuar heshtjen. Pikërisht në këtë moment, pas thyrjes së komunikimit të dukshëm, fillon fenomeni më i çuditshëm, më shqetësues dhe më i fuqishëm i kësaj ndarje. Diçka që sfidon logjikën dhe që, me shumë gjasa, ti ke filluar tashmë ta ndjesh në lëkurën tënde. Me shembjen e imazhit ideal dhe arratisjen fizike, lind një fenomen konfuz që sfidon çdo logjik materialiste. Komunikimi verbal ndalon, mesazhet tekstuale ndërpriten dhe heshtja vendoset në realitetin e përditshëm, por paradoksalisht aktivizohet një komunikim shumë më shqetësues, më depërtues dhe më i thellë. Është e rëndësishme të kuptohet se distanca fizike është vetëm një iluzion optik që prek trupat, por nuk ka jurisdiksion mbi energjinë. Carl Jung foli për të pandërgjegjshmën kolektive, një lloj rrjeti të padukshëm që lidh gjithë njerëzimin nën sipërfaqen e vetdijes, njësoj si rrënjët e pemëve që ndërthuren nën tokë, edhe pse trungjet e tyre duken të ndara në sipërfaqe. Në lidhje të kësaj përmase, ky rrjet nëntoksor nuk është një fije e thjeshtë, por një kablo tensioni të lartë përmes së cilës rrjedhin vazhdimisht informacione, dhe kur egoja hesht në botën e dukshme, shpirti fillon të bërtas në botën e padukshme. Këtu hym në territorin e asaj që mund ta quajmë telepati somatike. Ka shumë gjasa që pas ndarjes apo distancimit të kesh filluar të përjetosh simptoma fizike dhe emocionale që nuk të përkasin ty. Nuk është sugjestion, është rezonancë. Kur kjo person shtyp kujtimin tënd gjatë ditës për të funksionuar dhe për të mbajtur maskën e saj, kjo energji e shtypur nuk zhduket, ajo zhvendoset. Energjia psikike vepron si ujë. Kur një rrugë i bllokohet, ajo kërkon një tjetër dalje me më shumë presion. Duke të bllokuar ty nga mendja e saj e vetëdijshme, kjo person, pa e ditur, i dërgon të gjithë këtë ngarkesë emocionale drejt për drejt sistemit tënd energjetik përmes lidhjes së padukshme që ju bashkon. Ti bëhesh marrësi i gjithçkaje që kjo person nuk guxon ta ndjejë me vetdije. Kjo shpjegon pse pa pritur të përfshin një trishtim i thellë dhe rënues në një moment qetësie, një ankth që vjen pa paralajmërim dhe që nuk ka lidhje me atë që po bën në atë çast. Nuk është trishtimi yt, është i kësaj personi. Ti ndjen zërin e dhimbjes që pala tjetër e mohon. Ti përpunon emocionet që tjetri i ka të bllokuara.
është një transfuzion emocional i pavullnetshëm. Fija e padukshme vepron si një enë komunikuese. Kur njëri nga dy enët përpiqet të zbrazet artificialisht, tjetri mbushet për të balancuar sistemin. Prandaj, sa më shumë kjo person përpiqet të harrojë ose të shpërqendrohet, aq më intensivisht ndjen ti praninë e saj energjetike që depërton në hapësirën tënde të jetës. Simptomat e kësaj telepatije somatike janë shumë specifike dhe me siguri do të njohësh disa prej tyre. Një nga më të zakonshmet është ndërprerja e gjumit, veçanërisht midis orës 3:00 dhe 4:00 të mëngjesit. Në shumë tradita shpirtërore dhe mistike dihet se në këto orë vellot midis të vetëdijshmes dhe të pavetëdijshmes është më e hollë. Kur zgjohesh pa pritur pa gjumë dhe me një ndjesi alarmi ose ankthi në kraharor, ka shumë të ngjarë që pikërisht në atë moment mbrojtjet psikike të kësaj personi bien, sepse ajo është në gjumë. Kur bie në gjumë, egoja e saj pushon, rezistenca zhduket dhe shpirti i saj vrapon për të kërkuar tëndin. Kjo zgjim i menjëhershëm është përplasja e energjisë së saj që vjen tek ti kur nuk ka barriera racionale që ta pengojnë. Nuk është pagjumësi e zakonshme, është një vizitë energjetike. Një simptom tjetër e zakonshme është ndjesia e presionit në gjoks, sikur të mungon ajri ose sikur një peshë fizike rëndon mbi zemër. Ndonjëherë manifestohet si rrahje të përshpejtuara pa bërë ndonjë përpjekje fizike. Ky qendër energjie, zemra, është pika e ankorimit të lidhjes. Kur kjo person mendon intensivisht për ty ose kur ndjen një pendim therrës që nuk e shpreh me fjalë, qendra jote e zemrës reagon. Është sikur dikush po tërheq nga ana tjetër e fijes së padukshme. Është gjithashtu e mundur të ketë ndodhur të perceptosh aroma të njohura, parfumin e kësaj personi ose një aromë karakteristike të saj, në vende ku është fizikisht e pamundur të jetë. Ndjenja e nuhatjes është drejt për drejt e lidhur me sistemin limbik, trurin emocional dhe këto halucinacione olfaktore janë në fakt mënyra se si intuita jote e përkthen afërsinë e vibrimit të saj. Kjo lidhje manifestohet gjithashtu fuqishëm në botën e ëndrave. Ëndrat nuk janë më përpunime të thjeshta të informatave ditore, por bëhen takime të vërteta në nivelin astral. Është e mundur që të kesh pasur ëndra që duken më të gjalla se vetë realiteti. Ëndra ku komunikimi rrjedh lirshëm, ku nuk ka mllef, ku kjo person të flet me një sinqeritet që nuk e ka në gjendje të zgjuar. Në ato ëndra ajo të thot atë që zgjuar e hesht, të përqafon ose të sheh me një dashuri që përpiqet ta fshehë. Jung sugjeroi se ëndrat janë porta drejt së vërtetës së shpirtit. Nëse e gjen veten duke ëndërruar vazhdimisht për këtë person, nuk është vetëm sepse të mungon, por sepse ekziston një takim i dakorduar në këtë nivel. Atje, të lirë nga maskat dhe frika, shpirtrat vazhdojnë marrëdhënien që egot në tokë e kanë vënë në pauzë. Të zgjohesh nga këto ëndra zakonisht lë një ndjesi të ëmbël e të hidhur, një përzierje qetësie nga ribashkimi dhe dhimbje nga kthimi në realitetin fizik të heshtjes. Mund të ndjesh madje edhe ndryshime të papritura temperature, të dridhura përgjatë shtyllës kurrizore, ose një nxehtësi të menjëhershme në duar apo fytyrë. Këto janë manifestime të energjisë që lëviz përmes fijes. Ndonjëherë mund të jesh duke menduar për diçka krejt tjetër dhe nga asgjëkundi emri i saj shpërthen në mendjen tënde me forcën e një klithme, ose dëgjon një këngë që ka qenë e rëndësishme për ju të dy në momentin më të pamundur. E gjithë kjo është konfirmim se braktisja është vetëm një fabul e planit material. Në planin energjetik nuk keni qenë kur më të lidhur se tani. Paradoksi është i egër, por i vërtetë. Distanca fizike ka forcuar afërsinë shpirtërore. Me që energjia e lidhjes nuk mund të shpenzohet në kontakt të përditshëm, në fjalë të kota ose në rutinë, e gjithë kjo forcë grumbullohet dhe udhëton përmes kanalit të padukshëm duke krijuar këtë fenomenologji pothuajse mbinatyrore. Është thelbësore të mësosh të dallosh çfarë është e jotja dhe çfarë vjen nga tjetri, në mënyrë që të mos çmendesh në këtë proces. Kur ndjen një emocion dërmues që nuk i përshtatet kontekstit tënd të menjëhershëm, ndalu dhe pyet veten, a është kjo e imja apo është një vizitë?
Shumicën e kohës do të zbulosh se është një barë e huaj që po e mban nga një besnikëri e pandërgjegjshme ndaj lidhjes. Të kuptuarit e kësaj ta rikthen fuqinë. Nuk je më viktime e luhatjeve të tua emocionale, por bëhesh vëzhgues i lidhjes. E di se kjo person nuk të ka harruar, se heshtja e saj është një gënjeshtër e devotshme që ja thot vetes. Sepse po të kishte harruar me të vërtet, ti nuk do të ndjeje këtë stujë energjetike në trupin tënd. Indiferenca e vërtet ndihet si boshllëk, si paqe, si asgjë. Ajo që ti ndjen është turbulencë, dhe turbulenca është shenjë jete, konflikti dhe pranie latente. Këto sinjale janë intensive, ndonjëherë raskapitse, por janë prova të pakundërshtueshme se kontrata e shpirtit është ende aktive. Universi nuk humbet energji duke mbajtur të hapur kanale që nuk kanë më qëllim. Nëse kanali është i hapur dhe transmeton me këtë forcë, është sepse historia nuk ka përfunduar, ajo thjesht ka ndryshuar skenë. Ka kaluar nga skena e dukshme, ku aktorët janë tërhequr, në skenën e padukshme, ku drama vazhdon me intensitet më të madh. Por këto sinjale mund të jenë konfuzuese dhe të prodhojnë frikë nëse nuk validohen. Para se të thellohemi më shumë në fatin e kësaj lidhjeje dhe qëllimin më të lartë të këtij dhimbjeje, është e rëndësishme të bëjmë një pushim dhe të vëzhgojmë realitetin e zhveshur të asaj që po ndjehet, për të konfirmuar se nuk je në një udhëtim të vetmuar imagjinate, por në një përvojë të përbashkët rezonance. Është e natyrshme që duke dëgjuar të gjitha këto, mendja të krijojë dyshime. Është e lehtë të mendosh se ndoshta gjithçka është produkt i dëshirës, se mendja shpik sinjale për të ngushëlluar përballë mungesës. Prandaj është momenti të ndalesh dhe të shikosh përreth, duke e përdorur këtë hapësirë jo vetëm si vend dëgjimi, por si pasqyrë kolektive. Kur fillon të kuptosh se ky fenomen nuk ekziston vetëm brenda teje, por pasqyrohet në zemrat e panumërta të tjerëve, dhimbja pushon së qeni izoluese. Kupton se je pjesë e një procesi më të madh, një lëvizje të shpirtit që njerëzit në të gjithë botën e përjetojnë kur një lidhje e kësaj thellësie hyn në fazën e transformimit. Ky kuptim nuk sjell menjëherë lehtësim, por sjell qartësi, dhe qartësia është forma e parë e paqes. Sepse sapo e vërteta të thuhet ose të njihet, energjia fillon të riorganizohet. Ajo që sot duket si një labirint dyshimesh, nesër bëhet një rrugë e vizatuar. Dhe edhe pse ende nuk e sheh daljen, çdo frymëmarrje, çdo mendim dhe çdo vendim i vetëdijshëm të çon më afër një pike ku gjithçka merr kuptim. Deri atëherë të mbetet vetëm një gjë, ti besosh procesit i cili është më i madh se ju të dy dhe që ju udhëheq në mënyrë të dukshme ose të padukshme, hap pas hapi drejt vendit ku duhet të jeni.